Ju përshëndesi gjithve, mirë se vini në Tirana Live, do të jemi së bashku në vim për të parë zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Partia Socialiste zyrtarizon nesër në mbrëmje listat për deputet vetëm pak orë para mbylljes së orarit zyrtar. Edi Rama thotë se tani rregulli të vendosur për deputetet me një mandat në listë të hapur do t'i bashkohen dhe deputetet gra. Agron Malaj, Ervin Demo dhe Tërmet Peçi lënë drejtimin e bashkive për të bërë kandidat për deputet. Ndërkohë Petro Koçi zyrtarizon atë që tha një ditë më parë në Real Story. Deputeti veteran thotë se tërhiqet nga gara, duke kritikuar dhe mënyrën se si ai u la pa një zonë politike në qarkun e Tiranës, por Koçi thekson mbështetjen totale për partinë e tij më 11 maj. Agron Malaj do të jetë një nga kandidatët për deputet të Partisë Socialiste në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Kryebashkiaku i Matit ka vënë në dijeni Këshillin Bashkiak për largimin nga detyra, ndërsa Këshilli ka njoftuar mbledhje jashtëradhe ditën e mërkurë për të zgjedhur një nga zëvendës kryetarët për të drejtuar bashkinë deri në zgjedhjet e reja vendore. Në listën e Partisë Socialiste, Malaj do t'i bashkohen dhe kryebashkiaku i Beratit Ervin Demo dhe kryebashkiaku i Tepelenës Tërmet Peçi. Lëvizje ka patur edhe ndër radhët e deputetëve. Petro Koçi ishte i pari nga socialistët e vjetër që njoftoi tërhiqjen nga gara, pas vendimit të Edi Ramës që deputetët qoftë edhe me një mandat do të garojnë në listë të hapur. Ai tha se do të vazhdojë të punojë për Partinë Socialiste. Unë nuk do të jem në listën përfaqësuese të kandidaturave për deputet, jo për ndonjë paburri politike, frikë dështimi personal apo braktisje të shpirtit të solidaritetit, por sepse ndryshe nga të gjithë ju, jam i vetmi që nuk kam shansin e startit në kushte të barabarta, sepse nuk kam në ngarkim një zonë përgjegjësie politike elektorale. Unë do të punoj me Samaha Krau dhe kudo më shpihen këmbët për fitoren e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit. Vendim të cilin e kishte paralajmëruar dhe një ditë më parë në emisionin Real Story në APC News. Por nuk besoj se do jem të lista. Po Petro, kush nuk do hyjë të thotë fillim. Nuk kam një zonë. Domethënë një deputet që ka një zonë, ka një, po themi, një bazë. Pse do jesh fare? Po ndoshta Rama ka dashur, të tund konetën e Partisë Socialiste, ndoshta mund të. Unë do punoj për Partinë Socialiste, por nuk besoj se do jem. Themi nëse do jeni në listë hapur, nuk do të pranonit kandidat. Duhet ata që kanë një zonë, pra janë përgjegjës politik në një zonë, kuptohet që kanë një arsye më shumë për të kandiduar. Unë se kam të zonë. Deputetët burra nuk do të jetë vetmi që do të kërkojnë vota për vete në listë të hapur. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët mëngjesin e kësaj të marte, Edi Rama nuk përjashtoi as gratë nga ky rregull. Kush ka qoftë dhe një mandat do të jetë në fushën e betejës për të marrë vota për vete dhe për Partinë Socialiste. Burrat nuk diskutohet, por edhe për gratë dhe vajzat përgjithsisht me ndonjë rast shumë të veçantë do të vlej ky parim. Tregon edhe se si do të jetë konfigurimi i parlamentit të ri. Në listën e mbyllur, një pjesë e madhe do të jenë njerëz që hyjnë për herë të parë në parlament. Fresh, pa ngarkesa. Dhe që vinë natyrisht nga kontributet caktuara në shoqëri, në fusha të ndryshme etj., nuk diskutohet. Lista përfundimtare e skuadrës me të cilën Edi Rama do të shkojë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit do të zyrtarizohet nga kryesia e Partisë Socialiste, e cila do të mblidhet të mërkurën në orën 19. Ndërkohë në celinë e Partisë Demokratike, primaret e pak ditëve më parë po jetojnë orët e fundit para vdekjes zyrtare. Kryetari Sali Berisha po bën gati listat për çdo qark, duke vënë to besnikët, militantët dhe më agresivët. Kandidatët që votuan më së shumti në primare janë lënë ose jashtë ose në listë të hapur. Ethet e listave kanë filluar në Partinë Demokratike. Pasi përcolli aleatët, Berisha ka nisur të sajoj listat me kandidatët e primareve dhe duhet të zgjedh, kjo do të shpëtoj apo të djeg. Tirana është e mbyllur, me më besnikët e Berishës. Nuk ka më vend për burra, por me largimin e Metës nga Fieri, doktori mund të dërgoj me Diun ose Idrizin për t'i hapur një vend kandidatëve të primareve. Mjeku Tali Mehmeti, ka vajsit Kadiu apo djalit të Fari Balliut. Beteja është e fortë dhe për një grua, me Siorida Tabakut, Dhurata Çupit e Ilda Zhulalit. Në Fierin e Bardhit, Meta do të dërgojë një grua, por nëse doktori katapulton një aleat, atëherë duhet të zgjedhë të djeg mes Sharkës apo deputetit Koreshi. Në Durrës po ashtu ka pikpyetje, luajnë dy vende.
Më të votuarit në primare dolën Igli Cara dhe Manjola Luku, por sërish doktori në krah mban zëdhënësen Floriana Garo me 32 vota. Cara, i cili është sakrifikuar disa herë në listat e hapura të Partisë Demokratike, tha për ABC News se në çdo skenar nuk ka për tu tërhequr nga gara. Elbasani rrezikon të mbetet pa përfaqësim në qytet, nëse doktori Djek Blendi Himçin apo Aurel Bylykbashin, të sigurt janë Haxhina Stojmetës, Alizoti nga Berati, kurse më i votuari në primare doli Dashnosh Sula nga Peqini. Në Shkodër, Barspaja u mund në primare nga 2 rival lokal, ndërsa edhe aleati Nart Ndoka nuk është kundër listës së sigurt. Në të gjitha rastet, doktorit i duhet të sakrifikoj besnikët me besnik, ose të djeg më të votuarit e primareve. Më i qetë doktori është për qarqet e tjera, në Vlorë çoi Grekun Dule, kurse në Korç refuzoi Blushin e Metës për të shpëtuar në Albatin. Në Lezhë ish gjyqtari Gjingjoni, ndërsa në pikpyetje është për 2 kandidatët më të votuar në primare, në Dibër Ilir Krosi dhe në Berat Zia Ismaili. Gjirokastra e Kukësis kanë diskutime, pasi kanë vetëm një mandat të sigurt. Një tjetër hall i doktorit është dhe lista e hapur, pasi përveç Metës dhe kandidatëve të primareve, duhet të zgjedh edhe ku do të caktoj aleatët madhështor. Vulën do e vendos vet, pasi të mbledh të mërkurën si kryesin dhe këshillin kombëtar. Për konfigurimin e opozitës në këto zgjedhje do të diskutojnë në këto momente me zotin Fatbart Kadilli. Ju përshëndet zoti Kadilli, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Ndoqëm në fakte dhe materialin e përgatitur me emrat që më së shumti qarkullojnë, megjithatë vlen teksohet se nuk janë ende të konfirmuar, duket se do të presim mesnatën e ditës së nesërme për t'i patur zyrtarisht të gjithë emrat, megjithatë kuptohet në një mënyrë apo në një tjetër edhe procesi për cilin e kemi diskutuar dhe më herët, konkretisht primaret që nuk janë të reflektuara. Në këtë pikë kishit ndonjë surprizë? Jo, nuk kam asnjë surprizë. Surprizë do të jetë sjellja e atyre që besuan tek primaret mbasi të dalë lista. Atyre u ngelet pak hapësirë, sepse lista do dorëzohet mbas mesnatës nesër, nuk ka për të dorëzuar brenda afatit, si gjithmonë Berisha, kështu madje mësonte edhe Bashën, ti çonte një orë me vonesë listat, që ata që mërziten mos kenë ku të shkojnë, pra të mos regjistrohen në një koalicion tjetër me një parti tjetër. Kjo sjellje tregon se sa i ulët është morali i fitores, i mundshme prej garës, ose fitores bëhet fjalë, tregon sa i ulët është morali i bashkëpunimit me zotin Berisha. Unë jam i bindur që ato që u quajtën primare, vetë Berisha me një fjali i quajti jo sekondare, po dhe më pak se sekondare, kur tha që ata që fituan jo do e mos do t'jenë në listat e mbyllura. I dërmoi krejtësisht shpresat e atyre që investuan duke bërë kompromiset të rënda me ashtu quajturit aleat, që janë deputet qyll prej disa mandatesh në listën për daljen me votat e PD-s, dhe me këtë ai me çdo deputet që fut nga këto aleatët gënjen ja 5-6 për çdo vend, duke thënë që do ishte ti i nderuar apo i nderuar, por do të sakrifikojmë për aleancën. Po, në fakt ne do e prekim edhe çështjen e aleatëve, koalicionin edhe aleancën për Shqipërinë madhështore, po duat ju pyes në informacionet që ju keni, a ka pak kënaqësi brenda Partisë Demokratike duke marrë parasysh se u bë një proces votimi siç ishin primaret? Përsëris dhe kam thënë më parë dhe me ju në emision, primaret nuk janë primare, janë një votim konsultativ për zotin Berisha. Disa naiv besuan se duke mbledhur vota në primare, do t'i imponoheshin zotit Berisha, duke thënë që nena do baza, nena voton partia e tjera. Berisha pikërisht këta nuk do. Këta që mendojnë që kanë peshë, që kanë forcë. Berisha do kamikaz politik, do bodyguard politik në parlament. Që sillen jo si politikan, po si që sillet një bodyguard. Këta janë bodyguardët politik. Këta do jenë të blinduar. Emrat dihen, ata që bërtisnin më shumë, që digjnin më shumë karike, që ulërinin më tepër. Jo të gjithë ata, përsëri, po pjesa dërmuese e tyre. Të tjerët, edhe pse mund të kenë mbushur kutit, siç ka ndodhur në Devoll apo në Maliq, apo në zona tjera, për të bindur Berishën që unë kam votat, këta kanë bërë vetvrasje politike, se s'kan për të qenë në listën e mbyllur. Pikërisht për këtë lloj sjellje politike, se e vënë me siklet Berishën, e ekspozojnë përballë gënjeshtrës të madhe të primareve. Se ta zemë, nëse në Albati nuk do jetë, dhe unë jam i bindur që nuk do të jetë në treshën e mbyllur.
Po, pavarësisht se ju kishit vënë pikë pyetje. Ai jeve në siklet Berisha. Dhe gjithë PD do thotë, po mirë, ky njeriu doli i pari. Si ka mundësi që nuk është? Si ai dhe shumë të tjerë në fakt, në qarqe nga më të ndryshmet. Pse doli me hile? Me keq se doli me hile, se gjithë votat i ka marrë në Devoll. Dhe në Devoll për ta nxjerrë edhe të parin kanë votuar gati 1500 veta nga PD-ja, kur në Korçë, që është 3 herë sa Devolli, kanë votuar 1000 veta. Me të njëjtin raport do duhet votonin 4500 veta në Korçë. Po, ka qenë çështja e ndarjes së degëve në një mënyrë apo në një tjetër, se ku janë marrë që kur nuk u bën publike në fakt. Një degë e vogël si Devolli, që është 3 herë më e vogël se Korça, provon 1 herë gjysmë më shumë vota në kuti se sa Korça. Maliqi, që është më pak se gjysma e Korçës, provon 2 fishin e Korçës në kuti. Po Gradeci dhe Korça kanë prodhuar vota nominalisht, ai se kanë prodhuar gjithmonë. Kanë votuar diku ke 800 veta në Pogradec, megjithëse është 2 herë sa Maliqi e sa Devolli, dhe 1050 veta nëse doni shifrën eksakte në Korçë, që është 3 herë sa Devolli dhe Maliqi. E kuptova. Domethënë, tu kuptohet fare mirë, prandaj PD i dha në rang qarku, se po ti jepte në rang degësh, do kuptoj se ku ishin mbushur kutit. Tani, edhe në Shkodër, doli ai zotëria nga Kopliku, se i mbushi kutit në Koplik. Nga 600 vota që ka marrë, 550 i kanë Koplik. 50 vota në 4 degët e tjera të qarkut. Në Shkodër nuk e kanë mbushur kutin, se janë sjellë në mënyrë pak më dinjitoze politikisht. Këta i rritën koston Berishës, këta do ta psojnë më tepër. E kuptova, mirë. Kam cinizmin për ta thënë këtë, se e njoh si funksionon. Po, patjetër, ndaj edhe unë ju pyes. Edhe në fakt, në këto momente unë dua një koment nga ana juaj për koalicionin me 26 partit, paktën kështu është prezantuar, megjithëse aleatët i kemi parë të gjithë, nuk e di cili është komenti juaj për këtë bashkëpunim. Unë do vija bast, po ta kishit në intervistë Berishën dhe t'i thonit mi thuaj 25 emrat e kryetarëve të koalicionit, nuk i mban mend. Jam i bindur që nuk i mban mend. Ju jeni në raportim për ditë, jam i bindur që ju nuk i njihni disa emra. Për shembull, ju thot gjemri Dimitër Muslia, dhe çfarë parti përfaqëson? Është në koalicion. Natyrisht mbani mend të emrat ekzotik që janë bërë argëtimi i rrjeteve sociale dhe i televizioneve, si Gjuzi, Jenisheri, Papa e ca të tjerë. Po janë shumë aty që janë anonim. Dhe ata që nuk janë anonim, për fat keq, kanë parasysh njerëz që i respektoj. Kanë vite të tëra që nuk thonë asgjë politikisht, nuk flasin kur politikisht, madje edhe në debate me shkojnë me përtesë. Përse duhen koalicion për njerëz? Çfarë i shtojnë këta PD-s? Asgjë. Ky koalicion do jetë madhështor vetëm nga humbja. Do jetë koalicioni i humbjes madhështore. E kuptova. Dhe i mashtrimit madhështor. Si i mashtrimit? PD-s, sepse Berishës i duhet një rrugdalje, një faj i supozuar pse humbëm, na u përça partia prej koalicionit, janë ngelën të mërzitur disa që do duhet ishin, po ne i dham koalicionit disa vende dhe na u mërzitën njerëzit tanë, pastaj këta nuk i mbrojtën votat, këta janë qylgji, nuk bën fushatën që ne prisnim, etj, si këto pra morën votat tona, nuk sollën votat e tyre. Ja një arsyetim që do ta mbaj gjallë analizën e Partisë Demokratike një 2 vjet me gënjeshtër, prandaj quaj mashtrimi i madh. Është koalicioni më qesharak që më kanë zënë syt ndonjëherë. Zoti Kadilli, komentin e fundit e dua për një lëvizje që pati presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta nga Burgu, i cili fillimisht ishte diskutuar dhe u tha publikisht në fakt nga Berisha që do të jetë në qarkun e Fierit në listë të mbyllur, së fundmi e shprehë se do të kandidojnë në Tiranë në listë të hapur. Si e lexuat një lëvizje të tillë? Për Metën nuk ka shumë rëndësi nëse e fut në listë të mbyllur apo të hapur, fati i tij tashmë është i vulosur, të paktën edhe nga gjykata e lartë, derisa ai të sqarojë çështjen ligjërisht, do duhet të qëndrojë gjatë në izolim, dhe në izolim ai nuk do ketë mundësi të bëjë betimin, edhe sikur të fitojë. Atij duhet një betejë e tillë për të treguar që ka një mbështetje politike, ka vota, që është një politikan kurajoz që përballet, pra do të ndërtojë profilin e tij. Po për atë nuk ka rëndësi nëse e fiton në listë të mbyllur apo në listë të hapur, se ai nuk bëhet dot deputet. Nëse nuk betohet brenda 6 muajve, ai e humb të drejtën e të qenit deputet. Dhe nga izolimi nuk e ka këtë mundësi. Kështu që është një lojë inteligjente, si gjithmonë Meta duhet të shpik veten në forma luftarake, ja ka dalë shpesh, po kjo nuk ka rëndësi për PD-n.
madje do t'i krijojë më shumë telashe. Sepse do t'i krijojë telashe nga që shumë nga ata që ëndërrojnë të bëhen deputet që janë listën e hapur, kur të kenë metën për krah, do thonë do na i marrin votat ky, edhe s'do marrin dot vota për vete. Ndërkohë, asnjë nga deputetët e listës hapur të Partisë Demokratike nuk bëhet deputet. PD-ja nuk merr dot më shumë se 12 mandatet që janë mandatet e mbyllura në Tiranë. E kuptova. Mirë, me këtë parashikim dua që t'ju përshëndes zoti Kadilli dhe t'ju falenderoj patjetër për kohën. Kënaqësia ime për të bisedë. Bashkimi Evropian synon që Shqipëria brenda këtij viti të hapë të gjithë grup kapitujt për negociata me Brukselin. Këtë afat e premton edhe Shqipëria, e cila ka avancuar shumë në punën për afrimin e legjislacionit me Bashkimin Evropian. Këtë muaj mbahet dhe konferenca e 4 ndërqeveritare mes Tiranës dhe Brukselit. Bashkimi Evropian po përgatit qëndrimin për Shqipërinë me qëllim mbajtjen e konferencës së 4 ndërqeveritare në muajin mars. I pranishëm në Këshillin Kombëtar të Integrimit Evropian, ambasadori i BE-s në Tiranë, Silvio Gonzato, u shpreh besim plot për hapjen e të gjithë grup kapitujve këtë vit. Ne shpresojmë që të gjithë grup kapitujt të hapen këtë vit, por sfida e vërtet nuk është vetëm hapja e grup kapitujve dhe negociatave për to, por kryerja e reformave që janë të domosdoshme në mënyrë që legjislacioni i Shqipërisë të jetë në përputhje të plot me atë të Bashkimit Evropian në të gjitha fushat. Nuk kam kohë për zvarritje dhe delegacioni i Bashkimit Evropian është i gatshëm të mbështesë kuvendin për të arritur këtë gjë. Kryenegociatorja Majlinda Dhuka tha se Shqipëria është gati të çelë negociatat edhe për 17 fusha të tjera të ekonomisë së tregut dhe konkurrueshmërisë. Sot Shqipëria është mesatarisht e përgatitur në 24 nga fushat nga 33 sa i përket kritereve për antarësim. Këtu e mbështes atë që them se Shqipëria është në miljet e fundit të rrugës së saj europiane. Gjatë vitit 25, Shqipëria do të përmbyll çeljen e negociatave për të gjitha fushat. Ndërsa sipas Jorita Tabakut, puna më e vështirë nuk është hapja, por mbyllja e grup kapitujve. Në emër të opozitës, unë sigurisht që besoj që ardhmja e Shqipërisë është në familjen europiane dhe do jetë në familjen europiane. Ka qenë se unë si kryetare e këtij këshilli, por njëkohësisht edhe si kryetare e Komisionit Çështjeve Europiane, kam marrë kërkesa të shumta nga shoqëria civile, të cilët janë edhe këtu në këtë tryezë, për publikimin e pozicioneve negociuese, për diskutimet me shoqërinë civile, për përfshirjen e komenteve të tyre. Në fund të 2024-s u hapën 2 grup kapitujt e parë, themelore dhe marrëdhëniet me jashtë, ndërsa ambicia e Shqipërisë është mbyllja e grup kapitujve brenda 2027-s. Për të rikonfirmuar mbështetjen e Bashkimit Evropian, të njëjtën Tiranën do i vizitojë dhe komisionerja për zgjerimin Marta Kos. Pas një seance prej shtatorës, apeli i gjykatës së posaçme mori vendimin për masën e sigurisë për kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Velia. Ai ka kërkuar lirimin nga qelia kundrejt garancisë pasurore. Për më shumë detaje, unë do të jem në këtë moment në lidhje të drejtë për drejtë me Ermal Vion. Ermal, të përshëndes, çfarë u vendos dhe mbi çfarë argumentash? Ka qenë në fakt një seancë që ka zgjatur për rreth 7 orë e 30 minuta këtu në gjykatën e apelit të posaçëm, ku gjykata ka vendosur të shtyjë këtë seancë dhe do të zhvillohet ditën e nesme në orën 12:30 minuta. Kjo në fakt pasi prokurorët e posaçëm Oris Dado dhe Altin Dumani paraqitën prova të reja sa i takon në fakt caktimit apo vijshmërisë së masës sigurisë arrest në burg ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Velia, i cili është i dyshuar për të paktën 2 vepra penale, atë të korrupsionit, por edhe pastrimit të parave. Seanca do të mbahet ditën e nesme në orën 12:30 minuta, ku duhet thënë në fakt se ditën e sotme gjyqtari Engert Pullumbi i apelit të posaçëm ka dëgjuar fillimisht avokatët mbrojtës të kryebashkiakut Velia, e më pas edhe avokatët e biznesmenëve ndaj cilëve saktuar, ndaj biznesmenit Elman Abuler saktuar masa e arrestit në burg dhe ndaj 3 biznesmenëve të tjerë masa e detyrimit për t'u paraqitur. Në përfundim të fjalës së avokatëve që kanë kërkuar shfuqizim të masës
masës së arrestit në burg për Erion Velia, apo caktimin e një mase më të lehtë sigurie si kundër janë ato të arrestit shtëpiak, por edhe detyrimi për të paraqitur në prokurori dhe në këmbim kanë ofruar edhe garanci pasurore. E gjithashtu, heqjet e masës sigurisë kanë kërkuar edhe 3 avokatët e biznesmenëve ndaj të cilëve caktuar masa e detyrimit për të paraqitur, por në fund ka qenë radha e prokurorëve të posaçëm, Orzdado dhe Altin Dumani, që kanë kërkuar gjykatës vjoshmërinë e masave të sigurisë të caktuara ndaj tyre në datën 12 shkurt, ku gjyqtari Erion Bani pranoi kërkesën e prokurorisë duke caktuar masën e arrestit në burg për Veliajn, atë të arrestit në burg për Elman Abulen dhe masa detyrim paraqitje ndaj biznesmenëve të tjerë. Nga ana tjetër do të shohim në fakt se kush do të jetë vendimi që pritet të shpallet ditën e nesme nga gjyqtari Engert Pëllumbi, që duhet thënë se ditën e sotme ka dëgjuar për rreth 7 orë 30 minuta fillimisht avokatët mbrojtës dhe më pas edhe prokurorët e posaçëm. Ditën e nesme përballë gjykatës pritet të mbaj fjalën edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia, i cili kërkon heqjen e masës sigurisë arrest në burg të caktuar ndaj tij prej datës 12 shkurt të këtij viti. Faleminderit Ermal Via për raportimin. Sot, gjykata e posaçme dënoi me 2 vite 8 muaj burgish sekretarin e Ministrisë së Mjedisit Alçi Bllako. Gjykata vendosi dhe përjashtimin nga çdo funksion publik për 5 vite. Ish zyrtari u shpall fajtor për korrupsion në ndërtimin e inceneratorit të Tiranës. Gjykata e posaçme dënoi me 4 vite burgish sekretarin e Ministrisë së Mjedisit Alçi Bllako për akuzën e korrupsionit. Për shkak se procesi ndaj Bllakos është zhvilluar me gjykim të shkurtuar, ai përfitoi ulje dhe u dënua përfundimisht me 2 vite 8 muaj heqje lirie. Në të njëjtën kohë, Bllakos u hoqi drejta që për 5 vitet e ardhshme të mos ushtrojë asnjë funksion publik. Në seancën e kaluar, prokuroria e posaçme kërkoi gjykatës dënim me 5 vite burg për Bllakon për akuzën e korrupsionit në lidhje me procedurat për ndërtimin e inceneratorit të Tiranës. Sipas hetimeve të prokurorisë, ka rezultuar se Bllako është i përfshirë në të paktën 2 raste korruptive, duke përfituar rreth 200.000 euro për të favorizuar biznesmenët Klodian Zoto e Mirel Mërtiri mbi procedurat për ndërtimin e inceneratorit. Në lidhje me dosjen e inceneratorit të Tiranës, në një tjetër proces po gjykohet ish ministri i Mjedisit Lefter Koka dhe 10 ish zyrtarë të tjerë të Ministrisë së Mjedisit dhe Bashkisë së Tiranës për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Bllako është dënuar më herët me vendim të formës së prerë për inceneratorin e Elbasanit me 2 vite 8 muaj, ndërsa për inceneratorin e Fierit, çështja u rikthye për rigjykim nga apeli në shkallën e parë. Ervin Saljani do të mbetet në qeli. Gjykata e lartë rozoi rekursin e bërë nga ish-deputeti i PD si shpallur fajtor për shpifje për dosjen Babale. Pas këtij vendimi mbetet në fuqi dënimi dhënë nga gjykata e apelit me 1 vit burg për ish-deputetin. Gjykata e lartë nuk ka pranuar rekursin e ish-deputetit Ervin Saljani, që kërkonte shfuqizimin e dënimit me 1 vit burg nga gjykata e apelit të përgjithshëm për dosjen e njohur ndryshe si Babale. Ervin Saljani kërkoi lirinë, por me mos pranimin e rekursit mbetet në fuqi dënimi me 1 vit burg për akuzën e kallëzimit të rrem. Ervin Saljani u gjet fajtor në shtator të vitit të kaluar nga gjykata e apelit të përgjithshëm për akuzën e kallëzimit të rrem. 3 gjyqtarët e apelit me një vendim unanim lanë në fuqi vendimin e shkallës së parë për Saljanin dhe dënimin e tij përfundimisht me 1 vit burg për dosjen e njohur si Babalia. Saljani, që në kohën e dënimit mbante dhe mandatin e deputetit të Partisë Demokratike, u dënua në 2019 nga shkalla e parë në lidhje me një audiopërgjim kur pretendohej se vëllai i Fatmir Xhafait, që mbante postin e ministrit të brendshëm, shtetasi Geron të Xhafa, ishte i përfshirë në trafikun e kanabisit. Në atë kohë, gjykata e shkallës së parë vendosi se audiopërgjimi ishte i skenim dhe shpalli fajtor 4 të pandehurit, mes të cilëve dhe Fredi Alizotin, që imitoi zërin e Geron Xhafës, Albert Veliun e njohur ndryshe si Babalia, gazetarin Jetmir Oldashi, si dhe deputetin Ervin Saljani. Jemi sërish së bashku, do të ndalemi tani me të tjera zhvillime, konkretisht me kryeministrin Edi Rama, i cili është së bashku me ministren e Shëndetësisë, duke parë të gjitha investimet e kryera në qendrën spitalore janë rajonale në Kavaj. Ndjekim. Kavajës të përdoren në maksimum sipërfaqet e kësaj infrastrukture spitalore, por edhe për të ngritur kapacitetet e mjekëve, infermierëve që shërbejnë këtu, duke marrë dhe duke shkëmbyer njohuri profesionale dhe me mjekët e spitalit Shevqet Ndroçi. Dhe do doja t'i veçoja këtu shërbimin e kirurgjisë, i cili
këtij administrimi të përbashkët ka filluar të funksionojë dhe në këtë strukturë spitalore, nuk ka qenë deri 6 vite përpara nuk ofrohej si shërbim, pra shërbimi i kirurgjisë në këtë spital, ndërkohë që dhe shërbime të tilla si rehabilitimi fizik dhe këtu jemi pikërisht në pavilionin e fizioterapisë, nuk kryej më përpara, tashmë kemi mjek që vinë dhe ofrojnë shërbimin këtu nga Spitali Shef Qendruqi, kemi shërbimin e ortopedisë, janë 2 mjek ortoped, të cilët vinë sipas planifikimit të vizitave dhe kryejnë është rehabilitimi fizik. Tu kryet rehabilitimi fizik, nuk ka fizioterapia, për gjithë popullsinë e Kavajës dhe jashtë Kavajës. I kemi të gjithë parametrat e duhur si në spitalet europiane. Për rehabilitimin, ndaç aparatuar, ndaç dhe palestra rehabilituese. Keni shumë njerëz? Kemi 15 deri 20 në ditë. I keni po. Kjo strukturë spitalore në fakt e shërben e Bashkisë Kavajës edhe Bashkisë Rrogoshinës. Janë diku te 120.000 banorë që marrin shërbim këtu, dhe ndërkohë që një fluks të madh përballon shërbimi i urgjencës. Këtu janë planifikuar kryesisht në unimet e Tarasës, sepse e gjitha Tarasa pothuajse është jashtë funksioni dhe e gjitha ka lagështikati i municipit. Të gjithë tualetet janë 64.000. Gjithë nyjet hidrosanitare do të rekonstruktohen. Për shkati pediatrisë kanë vazhduar. Shërbimi pediatrisë, shërbimi maternitetit, fasada. Fasadat, rekonstruksioni i fasadave. Janë gjitha investime që do të përmirësohen. Punimet që kanë qenë bërë në atë kohë janë shumë dobta. Ku janë shkepur fllakat e pediatrisë, që kuptoni që rrinin fëmijë, poshtë rrithte uji. Nuk ishte fare as një shtres izolimi, as beton, as gjë, vetëm rër, dhe vendosur fllakat. Po mirë më se kanë qenë të zënë me zhvillimin demokratik tani që demokracinë kemi vënë mbi, do bëjmë edhe pllakat. Tash gjëja më e mirë është që neve normalisht e para punës kemi bërë kirurgjinë. Kirurgjia normalisht ishte një shërbim i cili nuk funksiononte fare. U emëruan kirurgët e ri, ishin reanimatorët, është rehabilituar pika e reanimacionit, salla kirurgjikale dhe kanë filluar operacionet e para në nëntor të vitit të kaluar. Pika tjetër kryesore është pjesa e një fluksi shumë të madh turistësh që ky spital përballon gjatë muajve, nga muaji prill deri në muajin tetor. Po ta llogarisim kemi 18.500 urgjenca gjatë një viti. Konsultat pastaj që janë rreth 29.000-30.000 urgjenca, konsulta që bëhen në vit. Vërtet shumë investim i bukur, sidomos për pediatrin, unë jam pediatër. Domethënë kur kam ardhur para një viti, po thonë një gjendje skandaloze. Tani është kantier ndërtim i lartë. Shpresojmë që do dalë një punë. Po këtu në pjesën poshtë, ka ndërhyrje këtu poshtë apo këtu është para fundit? Nga pjesa e pediatrisë. Këtu poshtë është punë e fasada e jashtme. Ka qenë bazata, ne jemi mjek vjetër këtu. Unë jam mjek e Orelën, ka 2 mbinin komplet futesh lagështirë, shumë keq, shumë keq. Me thënë ka 2 që ke edhe 2 kate tjera lartë, llogaritë që bëhesh. Po që dhe pllakat e fasadës, zoti kryeministër, të gjitha fusin lagështirë në pjesën e mureve për ambientet ku punohesh dhe ku qëndronin pacientët. Pllakat do hiqen të gjitha, do izolohen. Edhe të tavanat e dy, edhe të duhet që kanë marrë çik do vite. Me pagat mirë tash i këtu? Se është ngrit niveli i spitalit, po? Se tani ky quhet pjesë e Shef Qendruqit. Po, kemi paga të barabarta. Një pagat edhe administrata. Qëndësishëm ishte ngritja që bët juve. Pastaj tjetër është fakti që u bashkuam me spital universitar. Nga spital bashkiak, do më thonë në spital universitar. Kemi krijuar dhe një qendër rajonale tjetër, që është bashkimi i spitalit Beratit me atë të Kuçovës. Që gjithashtu bën këtë shkëmbim. Vetëm këto të dy? Po, këto janë dy të parë. Po është edhe fasada jashtë? Po. Po se ato foto aty ishin të merra, aty si keni punuar në ato kushte. Po ishin. Po pikonte e tëra, nga kati 4 deri poshtë. Paktën ka administrata si për ne nga pikonte. Nuk ka 2. Nuk ka logjik, nuk ka 2 që ke edhe 2 kate lartë, të të binë komplet ujë. Lagështia deri në uji po futu ujë s'dihet nga shkon. Okej, faleminderit, punë mbarë.
Protesta e Berishës për bojkot të mësimit sot përfundoi me një bojkot ndaj vetë Berishës. As në Tiranë dhe as në rreth, dhe askush nuk ju përgjigj thirrjes së kreut të PD-s për bojkot të mësimeve si protestë ndaj mbylljes TikTok. Që si dhe mësim normal edhe në shkollën Fanoli, ku pak muaj më parë ndodhi tragjedia e Martin Canit me gjase nisur nga një sherr në rrjetet sociale. Kryetari i opozitës Sali Berisha u bëri thirrje të gjithëve për bojkot të mësimit, në kundërshtim të vendimit qeveritar për mbylljen e platformës TikTok, por shkollat e kryeqytetit e kanë injoruar. Në shkollën nëntëvjeçare Fanoli, ku vrasje nxënësit Martin Cani u bë shkas për mbylljen e platformës, të gjithë nxënësit kanë hyrë normalisht në klasa, ndërsa thirrjen e Berishës askush nuk e ka përfillur. Zhvillove mësim normalisht? Po, si gjithmonë, si çdo ditë. Ja, nuk jam as pak dakord me thirrjen e Berishës, duhet ish mbyllur më para, se harxojnë shumë kohë fëmijët me TikTokun. Ju i keni çuar fëmijët e tuaj në shkollë? Si e shihni? Po, i kam çuar. Mësimi është zhvilluar sipas orarit të planifikuar dhe në shkollën nëntëvjeçare Vasil Shanto në Tiranë. Në këtë shkollë me rreth 1200 nxënës sipas drejtoreshës, nuk ka pasur mungesa, të paktën të pajustifikuara. Fëmijët kanë bërritur në shkollë në mëngjes, kryesisht të shoqëruar nga prindër, para orës 8 kur nis dhe lënda e parë. Sipas shumë prindërve, mbyllja e TikTok nuk është arsye për të larguar fëmijët nga mësimi. Absolutisht jo. Do t'i bëj të gjitha orët? Po patjetër. Sa orë ke sot? 6. Do ta bojkotosh orën e parë? Jo. Asnjëherë si kam lënë orët. Ke dëgjuar që kanë bërë thirrje për bojkot se do mbyllet TikToku? Po. Unë jam dakord që të mbyllet, po. Pse? Nuk mendoj që fëmijët duhet të merren me rrjetet sociale, kanë gjëra të tjera më argëtuese dhe më krijuese për të bërë, si lojrat ose të lexojnë një libër. Sepse më pëlqen ai shumë, sepse e përdor ai shumë. Edhe më të rriturit këtë të martë nuk i lanë orët e mësimit. Në gjimnazin Ibrahim Rugova në Kamës nuk ka bojkot të mësimit. Rreth 1200 nxënës të kësaj shkolle kanë vijuar normalisht procesin mësimor, pavarësisht thirrjes për bojkot të bërë nga kreu i Partisë Demokratike. Se nuk bojkotove. Nuk jam dakord me ta. TikTokun je dakord të mbyllet? Po, shumë dakord. Se? Sa të degeneruar një sotit. Si mendon, duhet të mbyllet apo jo TikTok? Unë mendoj se po. Na s'kim dëgjuar Berish, na s'kërkan, kim dëgjuar fëmijët tonë me prukë shkolla, me shokë shtëpia, me kulturë, me mësime, me edukat. Pse ti lën fëmijët pa shkollë ne? Se çfarë thot Sali Berisha? Po fëmijët duan dhe neve se po fëmijët. Shumë prindër në Tiranë janë pro mbylljes së TikTok. Rrjeti social sipas tyre i merr kohë të vlefshme fëmijëve, nxit bullizmin dhe i orienton drejt sjelljeve negative. Të bojkotonin mësimet. Megjithatë, javën e shkuar Sali Berisha i bëri thirrje atyre të mos i çonin fëmijët në shkolla, ndërsa mësuesit i kërcënoi me masa ligjore nëse do të zbatonin ligjin. Por nga një vëzhgim i ABC News në shkollat e Tiranës këtë të martë, rezultoi se ajo që u bojkotua nuk ishte shkolla, por thirrja e kryetarit të Partisë Demokratike për të lënë mësimin. Mësimi u zhvillua sot rregullisht edhe në qytete të tjera të vendit. Thirrja e Berishës për bojkot u shpërfill nga nxënësit e madje u dënua nga shumë prej tyre. Këto nxënës të gjimnazit 28 nëntori në Shkodër po nxitonin për të kapur orën e parë mësimore. Thirrjes për bojkot të procesit mësimor nuk janë përgjigjur as këta nxënës në Fier. E marta ishte një ditë e zakonshme si të gjitha të tjerat, ku ora 8 e mëngjesit mblodhin nxënësit në klasa në të gjitha shkollat e vendit tonë. Në qarkun e Korçës, në nivel 9-vjeçar dhe të mesëm, mësimi u zhvillua normalisht. Thirrja e Berishës për të bojkotuar orën e parë mësimore për vendimin e mbylljes së TikTokut nuk pati impakt as në Gjirokastër. Jashtë kamerave, nxënësit e shkollave të qytetit të Gurt janë shprehur se nuk e përqafojnë një nismë të tillë bojkoti. Një ditë e zakonshme shkolle ishte edhe në Elbasan. Nxënësit filluan në kohën e duhur mësimin, ndërsa zyra vendore arsimore për qarkun e Elbasanit pohon zyrtarisht për ABC News se nuk ka bojkot të procesit mësimor. Edhe në Durrës u shpërfill thirrja e Berishës. Në të gjitha shkollat e qarkut të qytetit bregdetar, marta ishte një ditë shkolle e zakonshme, ndërsa prindrit jashtë kamerave mbështesin plotësisht vendimin për mbylljen e këtij rrjeti social.
Për nxënësit e Lezhës, ka më tepër rëndësi zhvillimi i orëve mosimore, ndaj kjo thirrje e Berishës nuk gjeti përkraje. Nxënësit bojkotuan thirrjen edhe në Vlorë, aty ku mësimi vijoi normalisht sipas programit. Dhe kjo ishte gjithçka e përgatitur për Tirana Live për ditën e sotme. Zhvillimet e fundit përditësuara minut pas minute nga vendi, rajoni dhe bota. Ju mund të ndiqni dhe në faqen tonë zyrtare abcnews.al, njerësh dhe në valët e radios 105 FM. Bashkë përshëndetemi këtu, mirupafshim.